الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كمن بيت تكايتي نزت نسورا مزمل أشو كما ثون سكايت كازبريت نيفيت بس fillimit të surës. Surja ka zbrit në ditët e para në Mekë, dikon afërsisht në vitin e parë Hijri, ndërsa ajeti ka zbrit i fundit ka zbrit pas një vite. Në fillim kena thonë se Allah Azza wa Jalla e ka urdhëruar pejgamberin alayhi salam edhe ata që janë kanë në të me u fal natën, qumil lejla illa qalila, ngrihu fal natën falë veç pak mos u fal. Pastaj ka thonë falë gjysën, ose ma shumë se gjysën, ose ma pak se gjysën. Kje ka zgjat një vjet, thot Aisha radiallahu anha, ka zgjat një vjet, sa që sahabët jën falë dhe kanë lidh kanë një litarë për më kapë për nësë mindzon gjumë. Pastaj në këta jetë, për kalëzën Allah se inna Allahe, ja'lema enneke të kumu edna min thulithej lej. Allahu pëdin, se te Muhammed alayhi salam i e falë 2/3 e natës. Pra sa ka falë krejt natën pak mos u falë 2/3. Nëse tash jena ndimen, akshami është në 5:50, sabah është i del në 8:15 për shembull, kë ka natë për afërsisht 14 orë. Sa i bjen 2/3? I bjen 8 orë. Do më thonë me nejtë namaz. 8 orë, 9 orë, 7 orë. Po asë një nuk jënë falë prej sahabë dhe asë pejgamberi asëm ma pak se gjysa. Do më thonë nëse 14 orë, pak të në 7 orë jënë falë gjithë natë. E sa jetë e këna thonë kanë qenë dherin këtë kohë? Pak kanë qenë. Këtë Kurani konë dikon 17 jetë. Qëto jetë në zoni e me qëto falë në 2/3 e gjysën e më shumë se gjysën. Ulemoja thonë, kujna Allahu jep namazin e natës, e përgadit për me bajt amanetin e ti ditën. A që falet natën, ja letëson Zoti amanetin ditë. Qoftë edhe 2 rekate, 10 minuta. Po pa i falë pak të në 2 rekate, mos me flejtë, që shtu për në mësën kjo jetë. Pastaj po thotë, wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, dhe kështu veprën ata që ishin me ty. Në këtë kohë musliman kanë qenë dikon 12-13 veta. Prej burra e një 10 prej grave. Pak kanë qenë. Krejt këta e kanë falë që shtu namazën. Edhe gratë, edhe burrat janë falë ma shumë se gjysë e natës, ose mas pak të gjysmen e natës. Në këtë kohë halen nuk o konë obligim drejka i këndi akshame, jatësia, kanë qenë obligim veç sabah edhe akshame, veç 2 vakte. Pastaj në Miraj, ju mbo obligim 5 kotë namaz, e që këja jetë të regan se këta kanë pas obligim edhe natën më falë, farës, si më falë ditën, e pastaj këja e shfoqizan. Tash do të marrëm vijem që këja jetë e shfoqizan obligueshmërim për besimtarët, për ju për pejgamberin, sasëm ka me të obligim deri në fund të jetës. Yuqaddiru al-lejla wa an-nahar, wallahu yuqaddiru al-lejla wa an-nahar, Allah është ai që cakton natën edhe ditën. Kjo pjesë është ajetit është argument se nata i paraprin ditës. Edhe në Islam e kena mësu që nata është para ditës. Për shembull nata gjuma kur është? Dielli. Masë të kryet e ejte, fillon nata gjuma. Ndërsa dita gjuma është sot. Sot është nata e shtune, nëse e mërina, është nata e shtune. Qështu është në aspektin e Islamit. Pastaj Allahu po thotë alime anen tuhsuhu fataba Allahu aleikum. Allahu e pas që ju i në të ngarku vetën shumë, s'moni me mbajt. Më falë ka shumë. E Zoti ja u letej juve. Ja u letej, ja u shfaqizoj obligueshmërinë e namazit natës.
faqra'u ma tayassara min al-Quran, ndaj lexoni natën sot më në prej Kuranit, po kjo në metet në dëshirën e ju. Pra ma nuk ka obligim gjysmën as më shumë as më pak, përveç pejgamberit sa përjashtohet për këtij obligimi. علم أن سيكون منكم مرضى والآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. Allah ditë se për juve ka të smur, po ashtu ka tjerë që bojnë tregti, e kërkojnë me ta fytyrën e Zotit. Munohen me punu që me dhon sadak për Allahun Azza wa Jalla, munohen me punu që e me ju ndihmu tjerëve. Por krejt janë këtu, shaja që Zoti ja u letoj juve natën, ja u boni me pushu për me punu ditën. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, atëherë ka që kanë me luftu në rrugën e Allahut. Kjo pastaj kur obligohet, sën këtë ko s'ka qenë obligim, por krejt këtu janë shkaqe pse ju nuk e keni më farz namazën e natës. Faqra'u ma tayassara min, ndaj lexoni sot keni mundësi prej Kuranit, wa aqimu salata wa atu zakat, fani namazën e japni zakatin, që kjo pjesë ka zbrit në Medinë. Pra në mrena ajetit ka pjesë që nuk u zbrit njerë, u zbrit më vonë. Që kjo pjesë fani namazën, japni zakatin, ka zbrit dikon 15 vjet mas të ajeti. Se është obligu zakatin në vitin e 2 hijri. Në Mekë s'ka pas zakat, s'ka obligim. Kur obligu në vitin e 2 hijri, masi pejgamberi është shpërngu në Medinë. Dikon 14 vjet dhe 15 mas të zbritjes këtij ajeti, që kjo shprehje u zbrit. Ndaj që kjo është shumë e shtirë për me morë vesh, në mënana ajetit cilat janë pjesë që s'janë në qatë kohë. Po kjo don lexim të madh për me e hulumtu deri sot vesh të ky konkluzion se nuk është lehtë. Këtu po kuptohet për ajetit që u zbrit më ti. Po veç që kjo pjesë u zbrit në Medinë. Ndaj na kur kena thonë që kena me bu Kuranin se pas zbritjes, qëllimi kena pas fillimin e surës kur u zbrit, se ka pjesë mrena surës që kanë zbrit gradualisht. Për shembull, Bekara ka fillu me nehen në Medinë, si ka shku, dhe është e fundja që ka përfundu. Pas 10 vjetë ka përfundu surja Bekara, që u ardhë gradualisht. Për çta po them, që na e morëm veç fillimin se kështu është shumë vështirë, veç do të me konë prezant. E Aliu ibn Mesudi thotë s'ka ajet që se dina ku zbrit për çka dhe qysh edhe rrethonat, dhe i dina pjesë të ajetit, cila konë ma vënë e cila ma herë. Kjo është dijen vete, po që nuk ka të shkrume për këtë punë. Kanë vdek ata, lojmë shrof, e kam mbet pa u shkru këto detajem. Pastaj thotë Allahu, wa aqridu Allahe qardan hasana, dhe jepni hoa Allahut, një hoa të mirë. Kur e ka një qëtë pjesë të jetit, një prej sahabe, ka thonë, oj dërguni Allahut, apo lyp Allahu hoa prej neve, thotë po, hoa i bjen bërç, Allahu pjo lyp bërç. Thotë po, thotë unë i kam 600 pal hurma. I kam 600 pal hurma, edhe po du krejt me dhonë për Allahun Azza wa Jall. Pastaj thot pejgamberi sallam, ti ke me hongër, thot pejgamberi sallam, i pash hurmat e tua në xhenet, ishin kaq shumëta. E kjo tregon se kjo e fidej xhenetin me shit punë. Se kur i sheh hurmat e tij, ka thënë se ai ka me kon xhenet. Pastaj shkon te gruaja e vet, i thot, e kum dhon kopshtin, e kum shit kopshtin. Se në hurme në atë kohë vllaznit e mi ka qenë buka, se s'ka pas tjetër çka. Hurme ka qenë si buka. Ata që kanë hangër hurme për mu ushqy. E kur të jep 600 pal hurme, ti se me dhonë këtë bukën, s'ki mu asnjë ven ku mënesh me siguru bukën për ty edhe për familje. Kjo e ka dhonë krejt, i thëtë gruz vetë që e shita kopshtin, thëtë kujne e shita, thëtë Allahat. E ka pas fëmija një hurme në goj, gruja Jahjek e që në tokë, thëtë hajde dalim se sot tregtit mirë pas ke bo, sot tregtit mirë pas ke bo, ndërsa sot Allah në rujt me dhonë 10 euro, ka hërët më ngruja. Se jo ma shumë. Pra, kjo është të si këna eduku
në aspektin e islamit, se kena eduku për me sakrifiku. Ndërsa qysh për na edukon Kurani, me sakrifiku, me dhanë për asoj që Allah të ka dhanë. E kena folë se çka është dallimi mes pronarit edhe poseduesit, e që inshallah mjafton. Po ashtu Allah Azza wa Jall po thot: "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah." Çka do që bëni prej të mira, e keni shpërblimin te Allah. Mos mendoni që i ka Allahut na e mirë juve. Te Allah e kish shpërblim. Kjo mëson dy gjëra. Një të siguron se çka t'jepsh shumë ma shumë ke me gjetë. Edhe dyta, mos kallëzo çka jep. Sa po do me të shpërblim Allahun, po, çka ki nevojë me ditë njerëz. Se t'ju kallëzosh njerëzve, në farë mënyre po lyp shpërblim për tyre. E kjo e pakson shpërblimin, ose e asgjëson krejt, se të thotë Allahu në ditën e gjykimit, shko merr shpërblim për çato që bëjsha, që kisha qenë me të libdu. Ndaj ajeti po t'jap dy gjona. Një mos u thot se që të pore që edhe keme gjetë Allahu shumë a shumë, e dytën mos bë se për ta, mos ju kallëzon njerëzve që bën për ta. Po ashtu Allah Azza wa Jall po vazhdon edhe po thot: "Wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim." Dhe kërkoni falje prej Allahut, Allahu juve ju fal. Zakonisht, mas punëve të mira, na mëson Allahu me kërku falje. Jo më më thonë, qëra huveç, kur të bojna gjuna, edhe kërkojna falje, kuptojna. Amo qysh me kërku falje, masit jep sadak. Qysh me kërku falje, masit faljesh, e falë namazën, thua astaghfirullah, astaghfirullah. Qa bona në namaz, a bona keqa? Kështu logjikisht, kish pas me vetë se cili për neve, pse me kërku falje, ku në falë? E falë namazën. Për shkak se asnjë se bujna adhurimin që do. Ndaj të kërku falje, inshallah Zoti na mlon ato të meta gjatë adhurimit. Na shkojnë me të kamas, si jena fort të përqëndrum. Ngarkojna veten me gjona të jashtë, ja fëmija, ja gruaja, ja kerre, ja kjo puna. E krejt kjo, me lenë e Zotit, kur njeri kërkon falje, i thua Zotin e qka është dita, qka është mujtja, unë falë se zdita ma mirë. Po kjo mas një mundi, jo mas më mënu heq, po të mënu më koncentru, po ka herë tik, mënu e shapet tik, e që ato ikjet e vogla që ndodhe namaz, kërkim falja, i mbulan. Po ashtu edhe mas krejt kësajna, po thot kërkoni falje. Se Allahu ja falë gjënohet, fajësia e njerit ndaj Zotit gjithmonë është prezente, se kur nuk jena që shdohet, kur nuk mujna me dhonë, ma të mirën për ta. Zakonisht, ne e po ma të mirën për njerëz, e ma të lirën për Allah. Zakonisht. Më bu me nejt me dikon edhe me të nëzon gjumi të full, të kallëzoj diçka me të nëzon gjumi, por të keqë është, apo? O shumë ke. Andodhë në derës flanë, full për Allah i flanë, pse interesës është nivel. Kjo është. Më konë interesi nivel, më shku për shumë të një kryetor shteti, ose para se me hitaj, vina ta këshiltor, do qëto regla me zbatu qëto, a gudzon në një pëjnime me flejt? Jo, ta shka me hi, e din që qëtë regl që zbatuat, më konë kesh kur delish para ti. E shkjo është probleme, që vëllahe nuk jena të mangë me Allah në gjitha aspekt. Qovë në adhurim, qovë në përgaditja, qovë në menditim të Kuranit, qovë në lexim, qovë në gjithë shka tjetër, për këtë shka që tu inshallah, gabime njerëzore që janë, na falë Zotit, që si janë qëllimta, na falë me istighfar, ndaj pas çdo pune të mirë me kërku falje. Po ashtu Allah kur flet për ata që ju falë natën, wa bil ashari hum yastaghfirun, e që bëjnë këtë që fyret, kërkojnë falje. Kallëzën që jam falë këtë natën, e më sëfër kërkojnë falje. Pse? Se në ashtë të kena adhuru qysh në kemë su, edhe qysh e merita. Na umunum, po në ashtë, petë se më rejtëm, sa dashtë o Zotë jonë. Kja edhe mas ledzimit Kuranit, edhe mas gjithë sene,
me thonë astaghfirullah, se nashta apet umiku diçka që mu dasht me mësu që më vynë për me praktiku në jetën tem, me kërku foni inshallah Zoti na mbulon ato tmeta dhe në fund çdo neje që bëhet është një lutje që pejgamberi sa më bënte vazhdimisht thoshte subhanaka Allahumma wa bihamdik i lartësuar qofsh o Zot falënderimet qofsh për ty la ilaha illa ant s'ka të adhuruar me merit pas teje astaghfiruka wa atubu ilayk kërkoj falje dhe pendohem shumë tek ti ma çdo neje që folte për fe e thonte çto subhanallah për fe ka fol i kam mësu për fe i kam nxit për punë të mia mira në fund të ka më falë se nashta ka kum fol për ty s'tkum mallnu sot dohet s'tkum se kum përjetu sot dohet se Allah i din këtu krejt e din të asha po folja që po ngone so jeni të koncentrune so jem të tonë sinqerisht e krejt këtu në kam mësu në fund me që me istighfar Allah ju rujt e ju bekov e inshallah nesra vazhdojna me surën Fatiha pas këtyre sura vjen surja Fatiha surja ma e madhe që u zbrit në Kur'an surja Fatiha as u zbrit në Tevrat as në Zabur as Injil nas një libër më herët su zbrit ajo është Sab'a al-Mathani wal Kur'an al-Azim shtatëshja e përsëritshme e Kur'anit madhështor është surja më e madhe që ka Kur'ani inshallah nesra flasim për ta nashta na merr 2 ditë derisa të ndreshëm një ditë të mësu për ta e një ditë qysh me ndije namaz këtë surë pasi që e thojna dhe na dohet shumë për shembull këtë surë si ku marr shumë se plot për neve si din përmesh ndërsa surët e shkurta kena më mënu më detaju shumë ma shumë çdo aspekt se i përdorim shumë në namazet tona Allah ju ruaj subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk